Të dashur miq të emisionit The Stage, ku ne gjithmonë mundohemi të sjellim biseda sa më të këndshme, gjërat të cilat ndodhin normalisht, të cilat duhet të mbahen mend, sakrificat e shumta të këngëtarëve, të artistëve, të pjesëtarëve të showbizit, të artit në përgjithësi, dhe pikërisht kjo ndodh edhe sot. Sot kemi të ftuar në emision zotri Blerim Grubin, me të cilin do flasim për monografin e të atit të tij, zotri të ndjerit, zotri Gani Grubi. Unë nga regjia do kërkoj fillimisht një material të cilin e kemi përgatitur pikërisht nga ky eveniment, dhe pastaj me zotri Grubin do e diskutojmë gjithë këtë monografi, se si filloi, si lindi ideja, vështërsitë që i pat, apo edhe në fund e gjithë ajo kënaqësia shpirtërore që ju dha familjes Grubi pikërisht për këtë arritje. Ai që mbi 100 këngë në Shkup, të gjitha live, së bashku me orkestrën. Përfaqësues të institucioneve, të nderuar bashkëpunëtor, miq, të nderuar mysafirë që na keni ardhur nga krejt hapësirat shqiptare, nderuar zotri Ilir Shaqiri. Përshëndetje dhe mirë se keni ardhur në promovimin e monografisë për bilbilin e çarshësisë së Shkupit për zotri Gani Grubin, që është e autorit Bajram Çupi, e që është botuar në përkujdesjen e ansamblit të këngëve dhe valleve popullore shqiptare në Maqedoninë e Veriut. Një jetë e jetuar në Shkup, por e pashmangur dhe e pashkëputur fare nga Gjakova. Vazhdimi i traditës gjakovare të zanatçimve dhe të muzikës ishte si një mision jetësor për familjen Grubi, e veçanërisht për zotrin Gani. Ai ishte esnafi, i cili e mbante gjallë atmosferën në çarshim 500 vjeçare të Shkupit. Të jesh robaqenos do të thotë të kesh të zhvilluar sensin e të bukurës, elegancën, shijen e hollë. Pastaj për vetë faktin se zotri Gani emrin e dyqanit të vet ja vuri Dior, kjo do të thotë se ai e ndiqte modën botërore. Pra, sepse Dior ishte breti luksoz francez i modës, edhe pse jetoi në një kohë kur informacioni ishte shumë kufizuar, ai ndiqte trendet botërore. Jeve të flasin për veprimtarin e Gani Grubi, por jo vetëm. Por shkak se është vetëm një figurë e një rezistence kur njeriu guxonte të fliste shqip. Dhe ky këndonte shqip, vepronte shqip, nga qendra shpirtërore e shqiptarëve në Balkan. Unë si një kronist i Shkupit, dhe Shkupi si një kryeqendër shpirtërore e shqiptarëve, kryeqendër më argumentuar ilirarëve shqiptare, kanë gravituar dhe janë hartuar projekte të ndryshme për të azhësuar shqiptarët, ndërsa shqiptarët i kanë rezistuar duke mbajtur gjallë kryeqendrën shpirtërore të shqiptarëve. Sepse çdo kërkesë, çdo ngjarje që kanë shqiptarë gjatë historisë kanë ndodhur këtë kryeqendër. Dhe duke qenë si një kronist, duke i përcjellë ngjarjet nëpërmjet dokumentacionit, kam marrë në përfundim se vatra kryesore që e ka ushqyer Shkupin me qytetari, me kombëtarizëm, është Gjakova. Për dallim nga krahina tjera, dallohet Denica që ka rezistuar vazhdimisht, ose krahina tjera, por ato krahina në kokrat e caktuara janë shpërngul drejt Turqisë. Ndërsa Gjakovarët, ato zbrastira të shpërnguljes, atë kombëtarizmin e kultivuar dhe qytetarin në Gjakov i kanë ushqyer dhe i kanë mbuluar çdo zbrastir në qytete tjera dhe sidomos në Shkup. Dhe jo rastisht, gjatë periudhës së fundit të rikthimit kombëtare shqiptare, të vitit 1908-1912, këtu i gjejmë edhe Bajram Baklanin, edhe në shtëpinë e Salixhukës, në lagjën e katolikëve shqiptar, që është tash Universiteti Shën Kirili Metodi, aty e kishte shtëpinë dhe lagjën e Gjakovarëve. Aty u mor vendimi kryesor për kaluar nga kërkesa për autonomi në atë për pavarësi. Dhe aty në shtëpi do të shpallej pavarësia e Shqipërisë. Duke lexuar monografinë Bilbili i çarshësisë së Shkupit,
Libër kjo që sot promovohet si një rast solemn për solistin nga një grupin, të autorit Bajram Qupi, gjejmë shumë fakte e argumentet e identifikimit, por edhe të identitetit që ky solist i mbruar me xhelozi. Pra, nuk është fjala vetëm për një solist i cili ka një pasion, por thjesht ai ja kurzon frymës së vet, edhe atë që quhet vazhdimsi e një tradite të kultivuar në vendlinje dhe bartur në ambiente që nuk ishte gjithaqe lehtë të ruhet dhe të zhvillohet nga faktorët politik. Kjo ishte e vështirë, sepse faktorët e tillë nuk ishin gjithaqe paqësor me pretendimet kombëtare dhe artistike të shqiptarëve të tij në qiell. Autori Bajram Qupi jo pa arsye titullon këtë monografi Bilbili i Qarshisë së Shkupit, duke dhënë argumente të bollshme se fjala është për një solist që ka lënë gjuhën dhe ka krijuar një mbështetje e reprodukimit muzikor shqip. Këngët e reprodukuara kanë ngjallur kënaqësi sepse nuk ka qenë e lehtë të ndihet kjo frymë. Ambienti i krijimit të këngëve në rrethana të caktuara. Kur gogolet vepronin me gjitha forcat për të shuar çdo iniciativë kombëtare në këto hapësira, ishte sa e vështirë, aq edhe me pasoja. Prandaj, veprimet e tilla edhe sanksionoheshin duke bartur rreziqe deri në burgosje. Për këtë, më mirë e din ata që veprojnë në këto hapësira. Unë nuk do të flas për këto gjëra sepse sot jam dhe jemi në një akt solemn. Ai është promovimi i librit dhe i CD-s së titulluar Bilbili i Qarshisë së Shkupit, kushtuar këngëtarit Gani Grubi të autorit Bajram Qupi. Zonja dhe zotëri, duke lexuar mbresat për solistin e fjalë, që aq me përkushtime kanë dhënë këngën e traditës qytetare shqiptare, ndalemi tek një mendim i zonjës Shpresa, vajzës së këngëtarit Gani Grubi. Ajo cilëson tërë e tij duke krijuar një imazh koherent, kur thekson se jetonte për muzikën edhe jo nga muzika. Duke i referuar kësaj citatës se tradita nuk është statike dhe ajo dinamizohet në etapa të ndryshme, merr formë dhe përmbajtje nga më të ndryshme, varësisht nga qasja dhe mënyra e shtjellimit, gjithë duke pasur parasysh profesionalizmin në formë dhe përmbajtje, nuk se rruga e kësaj trashëgimit është një akt që kalon për mosha profesionale dhe nga rendet në ato patriotike e kombëtare. Pse e themi këtë? Sot është vështirë të gjendet kalibri i tillë i solistëve që i mbetet besnik maksimës për të jetuar për muzikën, kur jetojmë në periudhën që muzika nuk shërben për biznes. Kohët ka ndryshuar. Pra muzika shërben për biznes. Kohët ka ndryshuar. E me këtë ka ndryshuar edhe mentaliteti, ka ndryshuar edhe arti, ka ndryshuar edhe qasja për arti. Ata solistë që i mbeten besnik për të jetuar me muzikën, sot janë në margjina. Ata që herët e mohatën spektakullin për të jetuar me muzikën, si produkt komercial, ju qasën tregut, vepruan shpejt, duke mos zgjedhur mjete në emër të patriotizmit, por edhe në emër të asaj të patriotizmit, se po e kërkon kohë. E ka gjithë të nduara zonja zotëri. Unë jam sot shumë i emocionum, pasi lindja ime me familjen Grubi, po jo vetëm me familjen Grubi, po dhe familjet e tjera Gjakovar në Shkup është pak ma thellë, ma shpesh edhe ma intime ta quj kështu, qofse guxoj. Dhe jam i privilegjuar i nderuar, bash po kënder prej profesorit nderim, falenderoj. Do të mundohem t'i them disa fjalë. I kam shpreh mendimin tim edhe në libër, në monografinë miku tim shkollimit, shkollës studimeve, Bajram Qupi. Lidhja e Gjakovarë me Shkupin ka qenë shumë e hershme. Edhe në bazë të atyre vulumtimeve që kanë bërë, janë 3 migrime që kanë ndodhur nga Gjakova
migrime të masive, jo migrime individuale familjare, po migrime masive. Migrimi i parë ka ndodhur në fund të shekullit 19, migrimi i dytë ka ndodhur në vitin 1932-3, 2 vjet, atëherë kur është edhe familja e Shaban Grupi ka shpërngur bashkë me shumë familje të tjera dhe migrimi i fundit ka ndodhur po në vitet 30, në fund viteve 30. Po Gjakobart e kam përshtypjen se Gjakobart kanë ditë ta zgjedhin në vendin ku të shpërngulen, sepse e kanë gjetë vetën. Dhe Shkupi duke qenë si kryeqendër shumë e rëndësishme, shumë e rëndësishme shqiptare, jo vetëm për ne jashtë kufive, po edhe në Shqipëri, ka qenë edhe lakmia e Gjakobarit. Gjakobarit kanë migru gjithandej edhe në Frejzaj, në Sarajevo, në Zagreb, në Shkodër, në Tiranë, gjitha qytetet edhe kanë përhap kulturën e tyre, sepse me të vërtet kanë pas kulturë, jo pse unë jam dhe Gjakova dhe e them, por pse është e vërtet. Dhe numri familjeve që kanë migru është shumë i madh. Familjet në Shkup shqiptare, shumicën e rasteve dalin që janë Gjakobar, Kumnova, Grupi. Në ndër familjet e para madje që ka qenë familja Gaxha. Emil Gaxha si nit i tëne. Mandej ka me 10-100 familje. Mendoj se Gani Grupi është një prej atyre që e ka gjetë veten me zanatin e vetë mas pari, përmes gjilpërës, një ropa shëpës perfekt, mirë po edhe një këngëtar i mirë. Është problemi që është Gani Grupi ka pas disa rregullat të veta, nuk i ka përfil rregullat që kemi na muzikantit, po e ka përfil një rregull tjetër, unë ndarë skenë naj edhe e bëj ati që duhet të. Ata që dalin skenë, si unë, profesori Blerin, ose Arjana, ose Leka, ose Zoti Lesha Qire, që është antarë Bajrami, të tjerë, kur do që dinë skenë, din që e rëndësishme është të transmetohet emocione. Të më dhënë, sa ma shumë emocione që transmeton këngëtari, ose ai që lunë në instrument, aq ma efektiv bëhet edhe performansa. Dhe për Gani Grupin ka përbo problem. Hiç, s'ka qenë fare problem se aje ka shprej gjitha emocionet në ndjenja, bestikrisht, pa hile dhe kanë qenë shumë të fuqishme. Pikrisht pse kanë qenë sinqerta. Dhe kjo e ka bërë Gani Grupin një këngëtar që edhe pse ka kënu, do më thonë kanë me përshjelje të muzikantëve do si do, që profesori Blerimi thotë qalgia, nisaj, a i ka kënu këngën e vetë. Për të nuk ka pas rëndësi për nga është këngëta. Është Gjakovës, a Shkodrës, a Shqipërisë Mesme, Elbasanit, Tiranës, a Përmetit. A i ka kënu kryesorja me qenë Shqipë. Nderuar zonja dhe zotrin, kam kënaqësinë sot që jam këtu në mesin tuaj. Respekt për të gjithë parafolësit e mi që janë njohës të muzikës. Unë nuk e kam këtë zhanër, nuk jam specialist e asaj, por mund të flasë për institucionin i cili ka ruajtur këto vlera, që edhe më tutje arrin të ruaj këto vlera, të gjithë atyre që lanë gjurë në Radio Shkupin, dhe që ne si gjenerat e më tutjeshme, me kujdesin më të madh, me xhelozin më të madhe, duam që t'i ruajmë, t'u përcjellim atyre të tjereve, se mos t'ishe Radio Shkupi, mos t'i ruan të këto këngë me kujdesin më të madh, nga se ruajtja nuk është e lehtë. Nuk do t'ishim sot këtu, nuk do t'ishim çfarë të promovojmë, ndoshta do të gjendeshin në ndonjë institucion tjetër, por jo aq shumë sa në Radio Shkupi. Satje poshtë morë të mudini, satje poshtë morë të mudini, nuk po banë qajre të tini, nuk po banë qajre të tini, nuk po banë
shpejtojes nga I dili kretini. Organi grupi I ka kryer detyrat e veta. Ne si institucion jemi në fillim, kemi edhe shumë punë për të bërë. Unë kisha dashur ta ftoj Ilesha Qirë, se para tine nuk kam shansën të flas. Na kanë ndihmuar edhe shumë në proces. Na kanë ndihmuar shumë edhe në organizimin e koncertit që kemi pasur për organi grupin. Të lutem, dy fjalë tua janë sa 1000 të mia. Kam pas fatin edhe nga Radio Prishtina, edhe nga Radio Shkupi, po sërish nga Radio Shkupi, të dëgjoj shumë herë, shumë këngë bukura që ka interpretuar nga një grup. Dhe telefonata e shkodranit për të marrë në shqyrtim të gjitha të këngë të Ganiut dhe për të sjellë ansamblit të këngëve dhe vallave, në skenë ishte një knasi shtesë për mua, sepse aty u mora edhe me detajet. Mënyrën e zgjedhjeve të teksteve, trajtimin e Ganiut në një mënyrë tepër specifike, ashtu si se thanë edhe paraforcit. Ai ka qenë I lirshëm në interpretimin e asaj këngë që është ofruar nga gjitha trevat shqiptare dhe kanë interpretuar në mënyrën e vetë. Dhe këtu është vlera e Ganiut. Nuk du të flasë për gjëra tjera që I ka vlejt shumë një zë si Gani grupit, Shkupit, por edhe kulturës shqiptare përgjithësi. Dëshiroj që t'jap një mesazh, siç thanë edhe kolegët e mi, ne duhet të institucionalizojmë çdo trashëgimi tonë. Unë falenderoj edhe Mindurakun edhe Ibe Palikuqin si shoqëri që dha gjitha ato informata. Nuk do të kisha hyrë një nga një, se do të filloj prej të muaj vjetri bashkëpunimit që janë akoma, që shumë respekt për ta deri te I fundit, por besoj që s'kam harruar asnjë fajcet në libër. Sa është kontributi I jashtëzakonshëm. Një germ është e çmuar sa një pjesë e shpirtit. Prandaj falenderoj të gjithë që ndihmuan dhe du ta quaj librin jonë I gjithëve përbashkët. Zotëri grupi, një emocion? Sepse është hera parë që ju e shifni. Po, për herë të parë e shoh, me të vërtet falenderit njerë që keni qenë dhe keni bërë një kujdes shumë të madh për këtë eveniment që u mbajt. Një moment I rastishëm për gjithë ne shqiptarët, pasi që po bëjmë kënga e parë që është incizuar jo vetëm në Radio Shkupin, po edhe në televizionin e Shkupit kur ka dalë për herë të parë vitet 50, më duket kur ka qenë më thonë ai signali I parë që është ka dalë nga Shkupi dhe prej këngëve shqipe ka qenë njëri ndër këngëtarët babaj I pari që ka këndu këtu. Dhe ka dhënë një kontribut jashtëzakonisht të madh dhe ka pas
si me thonë, me kënaqësi dhe me një entuziazëm, çdo herë kur le fliste në shtëpi, e prit atë momentin që të vjen në televizionin e Shkupit, që t'i shfrytëzon ato momente, minuta të vogla ishin atëre. Do të thonë, në emisione televizionet në gjuhën shqipe, në atë kohë ishin, me thonë një herë një javë, prandaj vishin 2 herë një javë e kështu me radhë. Edhe disi nëpërmjet atyre emisioneve të radios dhe televizionit Shkupit u bante gjallë edhe ai shpirti jon kombëtar këtu në Maqedoni, në Shkup, në Jugosllavinë e atërshme. Edhe faleminderit edhe ju që keni krijuar do të thonë keni dalë borç atij babës tim që erdhët, i bët një nder ti, kur bën nder njëri për dikon do bën nder edhe për veti, kështu thoj. Definitivisht. Edhe ajo është shumë e rëndësishme pasi që ne krijojmë ato krijimet që i bëjmë, domethënë ne si artist, si shqiptar, si shkencëtare, si e gjithë ju, janë shumë të rëndësishme në ato kutijat, në ato puzzlesin e lëvizjes son kombëtare shqiptare, në kulturë, në arsim, pasi që me ato krijohet edhe historia. Fiks. E kështu që sa më shumë që t'jemi kujdes, jo pse ishte bëjmë, por ka qëlluar që unë vazhdoj jetën artistike profesionale që ai ka dashur, që unë t'jem njëri ndër më thoni shkolluar artist, ai ka qenë amator, dihet. Por e them në atë aspektin se edhe shumë emra kur të vinë që të kemi në këtë që kanë vepruar në këtë hapësirë, automatikisht formohet edhe ajo historia jonë kombëtare. Albumi u quajt Bilbili i Qarshisë së vjetër të Shkupit. Pse? Edhe të gjithë ata që folën për të ndjerin zotëri Grubin, ashtu e quanin, ashtu e emronin? Po, me të vërtet, ky emër ka ardhur në, si me thonë, para 8 vite, 9 vite, kër është bën një intervist, ishin të interesuar Radio Gjakova. Dhe një gazetar nga Radio Gjakova u interesua që bëj diçka, t'jap disa momente, disa historiografi rreth babës tim, për këngët e tij e kështu me radhë. Dhe nuk kur e dhanë pastaj kur e kishin shkruar dhe kur e transmetuan edhe në gazetë edhe në radio, e kishin trajtuar me një emër, domethënë Bilbili i Gjakovës që tundi Radio Shkupin. Edhe pastaj ky titull më ra si domethënë një kështu si një sinonim, si një ide, pasi që babam ka vepruar, domethënë ka punuar si roba qeps në Qarshinë e vjetër të Shkupit, dhe me këngën e tij ka mbajtur gjallë edhe shpirtin e Qarshisë të vjetër të Shkupit, që do thotë identiteti i Qarshisë Shkupit ka frimuar shqip. Ai kurse si nuk ju largua Qarshisë Shkupit? Po jo, ai prej moshës 6 vjeçare, 7 vjeçare ka filluar si qirak në Qarshinë e vjetër të Shkupit, dhe pastaj mbrin që të hap dyqan vet. Edhe atë dyqan e mban 40 e kusur vjet në Qarshinë e vjetër të Shkupit, dhe ai edhe këndon, edhe punon një kohë. Edhe punon, edhe rroba qeps, edhe kështu që ai e bante, si më thon, ambientin krejt ndryshe në Qarshinë e vjetër të Shkupit, se pasi si vogël, si fëmijë, shpesh kur kam shkuar në dyqanin e tij, vinin shumë artistë tjerë të gjitha nacionaliteteve. Mund të them disa prej spikatur që është Aleksandar Sarjevski, Nikola Badev, Violeta Tomovska, vishin disa që ishin shumë të afërt me ta, mirë po ishte interesant se këta e ndjeshin shumë afër babën tim, pasi që edhe vendlindja e tyre ishte edhe nga Reka. Reka janë, domethënë ka pjesa ndej nga Gostivari, Dibra, që janë të asimiluar, të themi. Po, në fakt, do shta e ndjeshin ato si të asimiluar, por nuk e thëshin. Edhe ishte ashtu dhe momenti, koha atëre, kështu që e ndjeshin shumë të afër babën tim, edhe Badevi dhe Sarajevski. Edhe kështu lindi me 9 maj u mbajt një koncert
nëpërmjet ansamblit shtetëror të këngëve dhe vallëve, që është një institucion jashtëzakonisht i rëndësishëm për shqiptarët e Maqedonisë, dhe është një fitore shumë e madhe për ne shqiptarët që më në fund kemi një institucion shtetëror që do ruan vlerat, edhe që faktikisht po bën shumë gjërmime në gjitha vendet ku jetojnë shqiptarët. Domethënë prej duke marrë nga pjesa më e lartë e Kumanovës deri në Presp, gati se po mbulon gjitha ato zbrastirat dhe po që i kanë munguar shqiptarëve, të themi. Po, në fakt po institucionalizohet çdo send, domethënë çdo valle po regjistrohet, çdo këngë po regjistrohet, çdo send. Dhe ja pas një kohe pastaj do mundemi edhe ti kemi si... Po, kjo është se institucioni i ruan të gjitha gjanat. Ne nuk kemi pas institucione shqiptare, domethënë ne shqiptarët kemi qenë të lërë pasdore. Domethënë në kohën e demokracisë që erdhi, ne në fakt i kryuam këto institucione, kryuam universitete, kryuam shumë shkolla të mesme të muzikës e të ulët e kështu me radhë. Edhe kështu që në fakt kjo është një fitore e madhe për ne shqiptarë që të ruajmë atë trashëgimin tonë kulturore. Dhe këto e bëni ansambli këngëve dhe valle shtetëror që ka organizuar domethënë koncerte të tjera për Trio Zajazin, për këtë Lorenz Antonin, edhe njërin ndër ato edhe ishte për Stafaj, domethënë për vëllezërit Stafaj, dhe baba im, domethënë edhe aty u murë edhe ideja se kur e lidhëm, domethënë me drejtorin e bisedën të Tolaj, se kur e lidhëm atë momentin e Bilbilit Gjakovës, duke ardhur në Shkup, punon në qarshi të Shkupit, pse jo, mos jetë një Bilbil i qarshisë së vjetër të Shkupit. Edhe kështu mbet mandej kjo në ato. Nga të gjithë folesit që ishin atë ditë në pikërisht në monografi, gjithkush foli fjalët sa më miradije. Ndërsa ju ishit të bashku me motrën, pasi që ju jeni 2 fëmijë, ju dhe zonja Shpresa, emocionet cilat ishin të dëgjoni ato fjalaq të bukura për babain e juaj? Po, kam edhe një vëlla, domethënë edhe kujtimi, po nuk e dini, po ishte aty, po nuk ishte, ndërtaj nuk merret me nuk merret me muzikë. Për atë edhe nuk e njohim ku ndjes publikisht. Se Shpresa është profesoresh në Zeflushmarku dhe kështu që shumë ishim krenar, domethënë në pamundësi nëna ime të vjente aty, se nëna ende e kam gjallë, se janë disa shkallë shumë të lodhshme. Edhe për shkaqe shëndetësore se nuk mund të ecin në ato shkallë të pjerta, edhe mirë po ishte shpirtërisht ajo aty. Besoj se kur do e shek të... Ndjemat knaqësi në të ato që edhe shifni, kur një person i familjes shkon në amshim edhe në botën tjetër, thonë, pas një kohe, kur mblidhen gjithë ato kaluarat të tij, domethënë kur gjindën për ato fjoka, intervista, këngë, thënjet nga, se shumë edhe disa thënje nga intelektual tjerë që i kishin biseduar me babën, që kanë jetuar me babën, mi kanë thënë, që nuk i kam ditur unë, asë një familja si kemi ditur, domethënë ishte kur studentët atëre në atë kohë, në vitet 60-ta, kishin diplomuar dhe kishin dëshirë që tabelen e studentëve si janë ato tabelat, studentëve që të lanë dikun me një, se atëre u lindni nëpërmjet në këto të dyqaneve, më thonë aty, dhe njëri prej ta që babajmë kishte pranuar, e kishte futur aty dhe më thonë shumica e tyre nuk i kishin pranuar, dhe ja, më të reguan një meradije. Për shembull, një profesor nga Prishtina më ka thënë, kur i kam thënë që jam djali nga një grupit, pasi që unë e përshënoj në Prishtinë, në Universitetin e Prishtinës prej vitit 95, edhe rastisht u takuam, ai më pyet, çfarë ke nga një grupin, se më pak jam në grupin mbiemrin. Thash pap, tha, du me pi një kafe me ty. Ai është tash i ndjer, profesor, dhe më tha kështu, tha, unë kush se harroj babën tënd, thash ç'a më bëni, tha atëre. Vinim atëre në atë kohën, vitet 50-ta, 60-ta, ishte fukarallëk i madh, nisi familje, nuk kishim edhe të ardhura shumë, edhe, si me thonë, unë ngisha me erën e qebaptoreve të qarshisë së Shkupit, me ato simit pogaçat e Shkupit e me shumë rande, edhe unë kur kalonja nga
dyqani, ndisha këngër shqipe, duke kënduar dhe unë ndala. Kur unë ndala aty, u takova me një esnaf të qashis, aty a ishte bëbëjt. Dhe kur fillova të biseduj, ai me pyeste nga je, unë thash që nga Kosova, nga Peja, realisht edhe jam student këtu dhe me njerë unë ngritë në kam, bëbëjmë, se i kishte qef shumë ato njerëzit që cilin fillonin kishin përparuar, donin me përparu dhe sidomos ato i kishte dëshirë studentët. Dhe me njerë më murë santimetrën, se mi pa që i kisha pantollat vjetra, edhe me murë masën e si, dhe me dha disa pare që të ha buk për të shirë të ti. Më thonë, ja dhe këto e kam digju. Më thonë, shumë gjana tjera dhe është knatësi, si që thatë ju, kur të ndigjojsh shumë dhe shumë tjera nga këto gjërat që i ka bo. Më thonë, kjo është jeta dhe falenderuar institucioneve, sidomos Radio Shkupi, që ka qenë njëri ndër të parët në 46, në 47 që ka incizuar këngën e parë shqipe atëre. Dhe shumica atyre këngëve. Edhe intervistën e fundit e ka në Radio Shkupi, nëse nuk gabohem. Po, Mustafa Peza e ka bo intervistën e tij të fundit, në pas 6 muaj vetëm se shëmuarët edhe pas ta i ndryshon jeta komplet ti. Dhe atë e kam futër në CD, dhe kështu si një intervistë shumë interesante që është bë, me disa gjëra shumë interesante që i ka thonë atëra ai në atë kohë. Dhe kështu që prej Radio Shkupit, domethënë gjitha ato këngët që u mbledhën, që faktikisht janë regjistruar, ku shumicën e kam gjetur, domethënë shumicën e kam gjetur dhe kam marrë një iniciativë që të bëj një përmbledhje të gjitha këngëve që ka kënduar BB-i. Kjo nuk është përmbledhje brenda një vite 2, por kjo është përmbledhje shumë vite. Të doja t'ju pyes, sa kohë ju desh për këtë monografi? Shumë. Kjo ide më ranë kur i pash që u bën promovimet vitin 2010, 2009, 2008 dikun aty, për miqtë e tij, domethënë Aleksandar Sarjevski dhe Nikola Badev kishin bërë CD-a që kishin përmbledh këngët e tyre dhe më shkoi ndërmend pse mos të bëjmë edhe ne të njëjtën gjë, se këto këngë duhet të ruhen dikun. Dhe një punë tjetër që edhe më shtyri të bëj, Valon Kryeziu kishte mbrojtur temën e diplomës, në faktikisht magjistraturës me këngët të vjetra qytetare dhe popullore në Maqedoni, dhe ai kishte mbledhur diku afër 23 këngë të babës tim. Dhe unë me një herë u interesova dhe u takua me të dhe kishte bërë një temë shumë të mirë, Valoni, dhe më intrigoi pak si ajo se shumë interesant i kishte mbledh me një vend 23 këngë, që unë nuk i kisha pas, unë i kisha mbledh diku ndonjë 13-14 këngë, po kur i pash edhe ai kishte disa, kishe mri deri 23 këngë. Dhe prej atëre, domethënë kjo viti ishte 2010. Para mendoni? 12 vite. Gati 13. Po, pikrisht. Edhe domethënë është punë shumë e rëndë, edhe kam gjetur në Radio Gjakov, disa kam gjetur në për internet, dhe i kam gjetur disa në 3 pllaka gramofoni që i kanë qizuar, po bëjmë në atëre, domethënë se ata u zhdukën ato pllaka, kanë humbur diku, i kam pas në shtëpi ato, por interesant është një personalitet që mbledh pllaka shumë, është koleksioner i pllakave, është doktor Bekim Fera, që përshëndes shumë dhe ai më gëzoi shumë kur më dha 2 pllakat. I kishte gjetur të Jugotonit, Zagrebit dhe Radio Televizionit Beogradit. Dhe aty u mbledhën diku një 10-12 këngë. Dhe ja u bë. Ja u bën 30 e kusur dhe moment fundit në Radio Shkupi i gjetëm disa dhe aty shumë u gëzova dhe mbrinëm deri te 44. 44, po, nëse nuk jam gabim. Edhe automatikisht shkova që ti shtyp, duke u falenderuar projektin që ma mundësuan Ministria e Kulturës, kështu të them, pasi që Ministria e Kulturës është një institucion që është shumë i rëndësishëm për përkrahje dhe subvencionime të ideve të njerëzve të ndryshëm që veprojnë dhe që faktikisht marrin iniciativa, projekte të ndryshe. Ja, një kontribut shumë i mirë të Ministrisë së Kulturës ku po u realizua edhe kjo dhe që faktikisht këto këngë tani gjenden me një vend. Dhe unë e thash edhe në promovim aty që disa më thonë pse CD-se nuk përdorën më CD-at, normal.
Jo, thash, për CD-at janë një gjë që preket edhe që ka pamje, do më thonë, që e shef, që ekziston diçka, se të gjitha i fusim tash në hard diskë dhe në kompjuter edhe ato paramendoni një virus ose diçka do zhduken, a kështu kam dëshirë që secili ta ketë në shtëpi si libër. Edhe u bën 2 faktikisht CD-ja brenda një asi CD-s, edhe i bëm në atë mënyrë që sa ma mirë me titujt e këngëve dhe kush i ka bë aranzhimet edhe kështu me radhë dhe u kompletuan dhe tani po shpërndar. Ndjeni krenar tani që ju jeni ndoshta të them fakt autore apo protagonisti kryesor i kësaj monografie, sepse pa iniciativën tuaj këngët do ekzistonin, mirë por nuk do grumbulloheshin 2 CD të vetme të cilat mund të që thatë edhe atë ditë në monografi nga këtu e deri në Australi të dëgjojnë. Po, kjo është përnda, kjo është shumë është të rëndësishme dhe shkon. Jëmë shumë i kënaqur se, si që dhe kësova institucioni, si që po e bën më të mirën tani në ansambli shtetëror këngë dhe me vallave dhe besoj që do vazhdoje me të njëjtin ritëm dhe të njëjtin kujdes të ketë ndaj kulturës shqiptare dhe ndaj trashëgimisë shqiptare. Këtu tek ne në Maqedoni se kemi në fakt jemi një kombi vetëm në botë që kemi 3 institucione shtetërore ansamble shtetërore, është në Kosovë, në Shqipëri dhe në Maqedoni. Nuk ka asnjë vend që janë 3 ansamble shtetërore. Dhe është pasuria jonë e madhe. Domethënë, që do të thotë, ne kulturën tonë kemi shumë të pasur, por fati jonë ka qenë që nuk janë shkruar me kohë shumë tjera dhe unë çdo herë theksoj se shumë emra të njohur, shumë individualistë të njohur që kanë vepruar para shekujve shumë përpara, janë asimiluar dhe janë përveçsuar të kombeve tjera. Edhe për atë ne kemi humbur atë kontinuitetin si shqiptar se pasi që kemi humbur shumë emra të njohur dhe na i kanë përveçsuar të tjerët dhe kanë punuar edhe për të tjerët. Por ja, faktikisht po fillon një mbas shekullit, domethënë mbas vitit 2000, 1999, si më thon u ringjallëm edhe si në Kosovë, si ne këtu edhe filloi një epokë e re, edhe për atë them shumë është e rëndësishme kur diçka regjistrohet ose kur diçka ruhet edhe shkruhet. Këto e bën shumë mirë, domethënë siç e theksova ansambli dhe duke falendëruar kolegun tim Bajram Çupi dhe të nderuarin dhe shumë punëtorin të madh dhe një njeri që e kam njoftuar shumë përpara, po tash mëra në një kohë që u takoshim shumë shpesh, është Shaban Dalipi nga Kërçova, është gazetar i Radio Shkupi. Edhe është një njeri që e bëni fantastik, me Bajram Çupin e bënën një monografi që u shkruajt edhe u bë si duhet në këtë mënyrë. Shabanin e kemi kolege cilin e respektojmë edhe ne shumë, sepse është korespondent, po ashtu edhe i juaj. Po, dhe gjithsesi nga Kërçova gjithmonë lajmet e para i marrim nga ai, e përshëndesim edhe ne personalisht, edhe për punën që ka bërë për ju. Po se unë se kisha njoftuar, ato unë kam dëgjuar, po ishte shumë punëtor i madh dhe shumë ishte i përpikt. Dhe çdo send kërkonte çdo milimetër detajist i madh, që shumë pak kemi. Për një punë të tillë duhet një detajist i madh, ta themi zotëri Grubi, sepse po bëhet një gjë e cila nuk është bërë deri tani dhe po bëhet një gjë që do ju ngelin kujtim juve, fëmijëve të juj, pasardhësve të juj. Dhe gjithçka duhet del perfekt. Edhe shoqërisë. Shumë e rëndësishme është shoqëria. Po, dhe gjithçka duhet të del perfekt. Se aty në monografi shkruan edhe historiati, edhe i televizionit, edhe i radios, edhe i lagjeve të shqiptare, gjakovare që i kanë pasur në Shkup, edhe për Gjakovën diçka flitet. Më thonë, në atë libër mund të lexojsh edhe gjëra shumë interesante. Ndoshta gjëra që si kemi dëgjuar. Po. Dua t'ua bëj një pyetje në veturë tani kur i ngasni veturës. I dëgjoni CD-t? Po, disa i ndëgjojnë, po si zakonisht këto CD-at tash mund t'i zbresish në kompjuter.
Edhe ti mandej i ke në celular, faktikisht, edhe i kesh në ato, se CD-at për të bajtur është pak si problem, mirë po për të rujtur është shumë më e rëndësishme, po automatikisht kur ke nevoj drejt për drejti, fut një CD dhe ndëgjon. Shumë është e rëndësishme. Edhe futeni edhe ju thelloheni në... Po, patjetër, në më thonë, është një gjë që prekt, pra ato e thashtë, edhe një libër, ti e lexon në mënyrë, dhe më thonë, elektronike. Nuk është e njëjtë, sigur. Nuk është e njëjtë. Era e librit. Kur e merr në prehën, edhe e shfleton, edhe e ndëgjon atë, dhe më thonë, faqet, se si i sjell. Si shfletohen. Boll atë ndëgjimin e faqeve të ndëgjosh. Unë e them ndonjëherë era e një librit, po. Edhe era. Me një fjalë dua ta përmbyll, dole të kënaqur nga gjithë kjo. Po, pasi që gati se i përmbushëm të gjitha ato objektivat, të cilin duheshin të bëhen për këtë projekt, si marrur nga monografia deri te CD-at dhe ardhja e mysafirëve, sidomos du të falenderoj mikun tim Ilir Shaqiri, që siç lajmërova, ai nuk priti, do të thonë, vetëm se kur e pashtë dera që kishte ardhur edhe me respektoi mua, unë tha kur, edhe shumë një i tha një fjalë të mirë, tha, kur respektoj unë e tha dikon tjetër, tha, do respektoj edhe kombin tim, tha, kështu e tha Iliri, kështu. Mëndej ishte sheki një legjende jonë, që dhe ai i kishte njoftur babën tim, një bas gitarist në radio televizionin e Prishtinës, edhe tjerë, më thonë, ishin misafirët, kishin ardhur. Ishte salla full, ta them të drejtën. Salla ishte dhe më thonë, nuk ishte event. E përmbushur dhe njerëzit rinin në tokë, pa. Në tokë edhe në kampë, rinin njerëzit edhe sidomos faleminderim edhe institucionit për trashëgimimin kulturor, se ishte vendi ma adekuat, ta themi. Po, ne në Shkup kemi fituar një vend shumë të rëndësishëm, që të gjitha ato të gjetura, më thonë, ose që donë të zbulosh diçka, ose që donë të tregosh diçka, e kemi derën e hapur nga Instituti për Trashëgimimin Kulturor, që është një institut Skënder Hasani, është miku im, që është i palodhur dhe sa herë hap dyert për çdo send, është në përgatitje, është pozitiv, është një zemër madh, një shpirt madh që lejon edhe ndihmon për të realizuar diçka pozitive, sidomos për Shkupin, se ne kemi mbetur disi kështu si në ajër, po mendoj se gradualisht po instalohen gjëra shumë interesante tek ne edhe po mbushen ato të dhënat tona që i kemi kaluar, siç e theksova, nuk është baba im, po ka pasur edhe shumë tjerë, më thonë, është Trio Zajazi, janë stafajt, janë dhe disa këngëtar tjerë që kanë kënduar nga Gostivari, Tetova, dhe që do të mbushin këtë mozaik tonin, dhe unë mendoj se për një kohë të shkurt do të krijohet një libër, një enciklopedi në veti, për gjitha këta të njerëz që kanë vepruar viteve pas luftës së dytë botërore, domethënë kur fillon një epokë tjetër, kurse para asaj në kohën e Osmanlisë kemi pasur ato lëvizje siç kanë qenë, domethënë i dim se si kanë rrjedhur ata gjërat, pastaj në kohën e pushtimit të Serboslavisë, atëherë në atë kohën kemi qenë të shtypur, nuk kemi pasur as pak as lëvizje kombëtare, as kur gjë, kanë qenë gjërat shumë të këqinja. Në kohën e komunizmit, njëjta gjë ka vazhduar edhe tek ne, mirë po disi pak më e lehtë ka qenë, ajo kemi depërtuar nëpërmjet shoqërive kulturartistike, domethënë Emin Doraku, Ime Palikuqi, kjo në Tetov, Gjeladin Zeqiri. Edhe kështu që kanë qenë ato zërat që kanë treguar se ka dikush këtu jeton dhe flet dikush një gjuhë tjetër dhe ka një kulturë tjetër, duke u më thonë krahasuar me një kulturë tjetër që jetojmë pranë njëri tjetrit, do më thonë dallohemi në atë aspekt, dhe
këta kanë qenë atëherë ajo lëvizja jonë, se përpara kanë qenë ato të faktikisht familja Bojaxhiu në kohën kur ka formuar edhe orkestrin, Zana Maleve ka qenë atëherë në kohën fillim të shekullit 20. Pastaj fillojmë ne me Shoqërinë Kulturore Artistike dhe mbas 90-tave formojmë institucionet, universitetet, ansambli shtetëror, tash do formohet edhe institucioni shtetëror orkestër. Dhe dojmë të përmbushur të gjitha anët. Po patjetër se vetëm në këtë mënyrë ne mund të veprojmë, pasi që do kenë hapësirë gjenerata që do vinë, më thonë që i përgatisim ne si profesor, ata do kenë një vend punësim aty dhe sidomos do të kenë një përgjegjësi më të madhe se du të ngrisin institucionet, du të mirëbajnë, se ne faktikisht i formuam, po ndërsa ata duhet të mbajnë dhe të i rrisin. Kjo është shumë e rëndësishme. Në qoftë se nuk keni diçka tjetër, unë ju uroj faleminderit. Unë do të them kështu, një gjë se shumë është e rëndësishme kujdesi. Kjo është më e rëndësishme tek ne, siç ju po e tregoni edhe si shtëpi, televizion. Është nder dhe kënaqësi për ne. Për arsye se kemi ardhur në një kohë shumë të largimit njëri nga tjetri. Do të thonë ajo mosdurimi, ai pozitivizmi i jonë si shpirtëror duhet të bëjë çmos që njerëzit të afrohen, edhe ju, këto janë disa momente që mund të bëhen diçka që njerëzit të afrohen, se nuk po shifën njerëz me njëri tjetër, vetëm se në mënyrë virtuale. Fiks. Edhe kjo është një mungesë e madhe jonë. Unë dëshiroj që publikun shkupian ta shoh më tepër në aktivitetet kulturore, që është shumë i pakt. Së fundi ishte Nota Festi që organizuar dhe unë u brengosa shumë se ishte salla përgjys. Tash nuk e di kush e ka fajin, po duhet të analizohet dhe duhet të shifet se pse kështu bëhet. Ndoshta edhe ajo mungesa, ajo pauza shumë vjeçare, ndoshta e bëri atë vete, nuk e di. Po duhet bëhet analiza se pse u bë ashtu dhe në çfarë mënyre, dhe pastaj evenimentet të tjera, kemi dramën, kemi koncertet, më thonë teatrin, koncertet të tjera, dhe duhet të shoh më tepër publik shqiptar. Nuk është mirë të rish në shtëpi, normal të gjithë punojmë 8 orë, jemi të lodhur, mirë po besoni se ato një orë që i shkojsh edhe që ti ushqesh me një artist që del në skenë, besoni se është si me pushu ose me flet 6 orë, ai një orëshi. Të jepat kënaqësinë shpirtërore. Faktikisht gjithat pastrimin e streseve nëpërmjet trurit, ai kontakti i rezatimit të artistit me shikuesin e bën të vetën. Këto nuk jemi të vetëdijshëm se sa është e rëndësishme, se kur të shohësh edhe një film të mirë, ti relaksohesh, je më i relaksuar. Kur të shohësh një film të keq, atëherë je domethënë je më i dhënut, nuk i ke, si më thon, atë si duhet gjendjen emocionale. Dhe për atë them, sa më tepër në art, në kulturë, në teatr, në kinema, në dramë, në muzikë, ato vetëm këtë apel e kam tek qytetarët tonë, të vërshojnë më tepër institucionet që i kemi kulturore, ansambli shtetëror, kur ka koncerte, e kështu me radhë, besoni se do të krijohet një atmosferë shumë më e mirë dhe më e afërt, se aty do të takohemi. Mbas shfaqjes do shkojmë të pimë nga një gjë, do rrim, do ndajmë një koment dhe prap do takohemi dhe do shkojmë në bëjmë ide, pse jo? Dhe prap do takohemi në evenimentin tjetër. Kështu e mendoj që i mungon Shkupit këtë aspekt, po unë besoj se do t'i shtyjmë gjërat në atë pozitivitet që t'i kemi dhe t'i bëjmë më mirë dhe më mirë. Të shpresoj se gjërat do shkojnë ashtu siç e mendoni ju edhe unë personalisht, ta dëgjojmë sa më shumë profesor Grubin, sepse unë ashtu ju thras ashtu edhe nuk mund ta ndroj këtë. Të rinë sa më shumë, disa herë kemi potencuar të aktivizoheni, të dilni në përmbramje të ndryshme kulturore artistike, qoftë teatr, qoftë ndonjë koncert, qoftë ndonjë festival, qoftë
paktën edhe të lexoni një libër nëse asgjë tjetër. Unë shpresoj se ju dole të kënaqur nga kjo intervistë, nga kjo bisedë me zotëri Grubin. Ju uroj një vikend të këndshëm. Shihemi në javën e ardhshme pikërisht në po të njëjtën kohë këtu në servisin publik të gjuhës shqipe për mysafirin tjetër të radhës, të cilin normalisht me të cilin do kemi bisedë tjetër, do zhvillojmë intervistën me të dhe do ketë për plot surpriza ai emision. Deri javën e ardhshme, mirupafshim dhe miru takofshim.